Mua më bëri përshtypje ftohtësia që tregoi me Erdoganin. Rama. Ose ftohtësia e trajtoi si gjithë tjerët, nuk Jo, e shoqëroi, jo. Ashtu i shoqëroi gjithë. Jo, Erdoganin e shoqëroi me extra step e i dha një Erdogani nuk është musliman. Është e di vetëm për sultan, dhe është një sultan, është figura më e fortë që ka Europa mren, se dhe Stamen është gritësi, luftën e bërë Erdoganin, nëse është për luftë, se Britania është të ftofë me mbëth, nuk bë do të luftë. Sherrin ta bëjë. Sherrin ta qajo, nuk le tull pa të lujtë. Nuk kuptoj, po në fund fare thot Amerika hajtë se na gjujtën. Ose Erdogan hajtë se na gjujtën. Kjo është pak a shumë. Dhe Erdogani është koka më e fortë sot në Europë. Dhe respektin që i bëri Erdoganit ishte shumë tepër i veçantë, ishte në bazë të rregullave muslimane, pra nuk u bën shumë humore, një humor i vogël edhe po shoqëroi deri në fund më shumë se të gjithë tjerët. Domethënë deri në fund. Dhe çfarë më bëri përshtypje se e pash më shumë vëmendje që gjithë secilit i dha respektin e duhur, pra nuk la asnjë njeri pa respektu. Dhe në fund citoi diçka kryevepër. Tha, sofra e kemi tha në atë si quhet e libri jon i famshëm, jo më që ka veriu. Kanun. Kanun veri, më kalon vesh më pret grosha. Nese. Tha në kanun, tha kemi atë tha që shtëpia shqiptare është Po ky urren veriun, në fakt kishte nxjerr vetëm pamje nga veriu, atë po nxjerr një me fustanellë edhe neve ashtu po. Jo, të gjitha ballën dyshët veriut, lahutën e veriut, atë me xhublet që i ra. Kush nga veriu më burr? I ka nga veriu. Po neve, pse ne jugor, me çfarë ne jugor, çka është ky lloj persekutimi? Duhet flasi Sala. Mos flasi vetëm për persekutimin e veriut, flasi edhe për persekutimin e jugut, që ta bëj tamam mut këtë vend. Jo, pse kujto ti se po pat ca jeta i këtu në politik, edhe nëse 20 çik veriu që fillon voto kundra Salës, nuk e fut që jugu është i pushkës, ky veriu që ka i delet. Ai nuk le gjë pa, domethënë është shkolla më e errët e psikologjisë turke. Si do duket udhëtimi ti në Bruksel? Kush e dhjeu me e pa? Sinqerisht, po ka takuar për rojen? Vetëm doli. Po kush ka ngel atje me? Edhe rojan duket kishte ndezur sinjalin e alarmit, nuk ishte dalë në punë. Kush ka ngel atje me prit Saliun? Domthon kush? Jo, kishin ardhur gjithë në fakt ministria e jashtme, Van der Leyen, shefi NATO-s. Këtu. Po pra atje ka ngel roja. Roja kishte ndezur sistemin e alarmit dhe kishte ikur, nuk kishte ndezur. Jo. E di që ishte një pyetje. Edhe bëri përshtypje se lash dosjen, kur e bëri dosjen? Se dosja do ca punë. Po gjithë jetën kështu ka thonë më dosjen. Tani ajo pyetje që më shumë më truan është kjo. Në fakt e kam për simpatizantët e Saliut. Atyre duhet t'ja usqarosh, kur thua duhet t'ja usqaroj simpatizantët, se ka nevojë nuk. Jo, një pyetje. Domethënë vërtet më qa besimi, qa mendoni që do bëte Saliu në këtë summit? Ose, a keni besimin që në udhëheqjen e Bacës Sali, për shembull, Shqipëria do njihej në këtë formë, do kishte këtë respekt? Ose çfarë ju shtyp për shkakun që të mendoni që një person që pagutet 30% e vendit drita mund të jetë i duhuri për të ullë energjinë ekzistetit? Ose një njeri që i futin ndihma sociale gjithë pensionistët mund të rregulloj pensionet? Ose një njeri që solli një kaos pa ndërtimesh kudo në Shqipëri, s'la gjë pa kafshu, mund të rregulloj arkitekturën urbane?
Do nëse duhet kapesh ke i vend, se di jam kuptoj. Marido, gjithmonë duhet ngelen te Anglia. Mund të ketë ndonjë reperkusion fakti që Rama nuk ja pranoi kampet stanësh? Mu bo kjo pyetje edhe në inbox. Unë në Anglis tani po tjetë për mua, me sinqeritet, do të them të vërtet në shpirtin, unë dhe isha dhe ambasadën. Do më ishim shumë mirë kur si ishte hiqë aty. Pse? Se bëjmë. Se janë të papredikshëm. Janë të papredikshëm. Edhe me shoqërinë, edhe ata e din vetë. Do më thënë, nuk mund thush e kam shok. Është e pa mundur të thush e kam shok. E ke shok deri sa i të kryej atë, si mund të them, nevojën që ka. Ose deri sa ti duesh. Dhe nëse vune re bisedën e Starmer këtu, ishte ndezës i Ukrajinës, ai nuk u mor fa as me ekonominë, mor as taksa, se foli Macroni, po të marrë Macronin për shumë, nuk është se kam në i simpati qofsa të po Macronin vetë, po foli dhe ai për ekonominë, jo po ne tha, mendojmë ta bëjmë kështu, sikur të ishim taksat në përmjet të kryojmë një komision europian politik, do më thënë, kishte gjona tjera, ky Ukrainë, një typëci për Ukrainës, nuk e lëshojmë ma. Dhe i vem sankcion, kështë e përgatit dosje, që ka përgatit dosje në Saliu, kundra e Tiranës, si zbriste... Jo, ka dosjen të mandu, se ka... Po them, ky si zbriste dosjes Ukrainës, s'ky pa zero për Europën, as i fjalë. Një gjotha se Putin tha e boni këte, tha dhe ne duhet ti presim këte, ti presim drita, ti presim ujin. Pra, kishte agendën e vetë. Dhe... Po, pa tjetër. Pra ndaj erdhi edhe një ditë për pare. Bravo. Dhe... po çfarë mendoj, është që në një farë mase nuk e shoh arsyen pse duhet hakmerët ndaj ne, ose çfarë mund të hakmerët kur fare mirë. Se Florin na e morën ata. Jo, kur fare mirë ne mund të shërbejmë pikërisht, sepse mu duk sikur ndoshta agenda kryesore e tij ishte që të kapte çfarë të ketë, domethënë të kapte, që prapë dhe kjo s'm pëlqeu, që të kapte, si mund të them, influencën në Shqipëri, sepse foli edhe për kufit doganor e një me radhë, foli edhe për forca, dhe kam përshtypjen se domethënë atë që bëri në Ukrainë, që e hoqi nga Ukraina, që e hoqi Trumpi, sepse që nuk pranoi Zelenski në fillim fare. Po, sepse ai kishte marrë tokat. Eksaktësisht. Kam përshtypjen se domethënë gut feelings që i thon, mu duk që kjo ishte ajo për cilën ky. Po këtu i kanë marrë amerikanët. Kështu ishte interesuar, po, ndoshta edhe ai ka thonë, hajde me çat dush tjetër. Lërohen këto Tilir Metës me këto po deshën. Futsalin ke edhe ca gjona tjera. Ose hajde aty ke betoni im aty se s'ka mo shoku. Gurin e sklaparit që e ka meta, po ta jap. Bravo, hajde me. Gurin e ta marr. Por e di shumë mirë që ato po shikojnë për, si mund të them, industrinë ushtarake ta bëjnë sa më lirë të jetë e mundur. Këtë e di, domethënë, atëherë, në qoftë se mundem, një ndër arsyet është mos duket kjo industri ushtarake, sepse Anglia nuk prodhon fishek. Dhe një ndër arsyet është që të ngrenë një industri prodhimi fishekësh këtu. Këtë e dija jo tani me radhën e këtij. Këtë e dija nga, domethënë, çfarë unë kam lexuar përpara se të vinte ky këtu. Dhe kur e mora vesh që është për Shqipërinë, ta shqyrë. Domethënë e di që po shikojnë jashtë Britanisë, sepse në Britani kam edhe një legjislacion këta shumë të komplikuar beja për prodhimin e fishekëve, një tjetër e para. E dyta... Dhe është infrastruktura në Shqipëri. Po pra, është e gatshme. E dyta është
ekspertët ushtarak po diskutojnë shumë këto kohët e fundit që të rrinën shpenzimet ushtarake për Europën, se dhe është përmendur me emër, kanë thënë si t'i bëjmë dhe këto vende si Shqipëria e para, Hungaria e dyta, Rumania e treta, që të prodhojnë dhe të bëjnë të interesuara, do më thënë, okej, po shpenzojmë 2%, edhe po prodhojmë diçka, do më thënë, po fitojmë nga kjo punë, nuk është vetëm shpenzim, është edhe investim. Sepse, thonë, aktualisht, armatim prodhojmë vetëm në një katërshe, Italia, Gjermania, Franca dhe Anglia. Këto vendet e tjera duhet bëjmë të interesuara të prodhojnë në mënyrë që se këto patën disfat, Anglisë patën disfat dhe në prodhim në ati tankut, se kanë hëgju para tjerë zakonshme edhe shtibret. Patën probleme, nuk e realizuan dhe e kanë hequr si projekt, më duket. Po në Shqipëri, kush mund të prodhohet? Po mund të prodhohet armatim i lehtë, pistoleta, automatik, mitroloz, këto... Po edhe... Bombë, minat... Jo, edhe makinat luftarake, këto transportit. Po, transportit, makinat e blinduara. Po pra, do më thënë, ka një... Dhe ata kur duan të ngrenë, transferojnë industrinë, zmontojnë brënda muajt nga një vënd, bine montojnë në muajnë tjetër. Prandaj nuk I shoh si kështu. Ato nuk janë njerëz që ofendohen. Këtë e di shumë mirë. Nuk janë njerëz që ofendohen nëse ti nuk ja ke me, si mund të mund ty me inat. Po qoftë edhe me inat, atë nuk e marr çështë inati. Nëse ti I ludi çka mrapa kurrizit, këtu pastaj fillo halli I madh. Më kuptove? Por që ti thush jo një anglezi, ai është shef mëse të natyrshme për diçka. I thu jo për këtë, po negocim, çështje interes. Po, e kanë është në gjakun e tyre bides një shqiptar të Mahatrin. Ingelhatri, shqiptarët Ingelhatri, ndoshta pa ne shohim me këtë lloj logjikën. Do të thënë ti po thua, atyre ju Ingelhatri po fillove ti konsiderosh si mik, se zotri është çështje biznesi këtu, s'ka miqsi. Qofse bën biznes, bën. Po nëse I ham mrapa krave do më tregu me sy sa ai aty pastaj të ha drejt vin goshtën. Po kjo është, jo, sinqerisht, por kështu ata janë mësuesi si popull janë mësuar me jon. Jo për këtë, po për këtë. Kjo është e mundur, kjo s'është e mundur. Për shembull aty, si mund të shkosh një super të pasur, edhe ti shpjegosh gjithë hallet e jetës dhe që duhet 10 pound dhe I thotë jo, pa pi problemi. Dhe as nuk e mendon, do nuk e konceptoj që ty të ka ngel hatri. Që të kapin psikologjinë aty, do nuk është nëse ai mund të takoj mas javë të klasë, po ç'kemi? Çake po 10 pound su kushton. Jo, po çat jo. S'ka pse ngelatri. Prap jo. Po prap jo. Nuk është s'ka diskutim kjo punë. Pra duke në anë psikologjisë nuk ka pse. Amarildo, e di çam ka bërë shtypje, unë jam ndjekës I politikës jashtë, dikur qendra e politikës së vendeve ish komunistët Ballkanit, pra përfshi edhe Rumaninë, Bullgarinë, ish Jugosllavinë të gjitha, Shqipërinë, ishte Beogradi. Do të thonë, çfarë lloj takimi do të bëjë Beograd, organizma ndërkombëtar në Beograd. Shkoshim dhe ne për foto. Po. Asnjë smata as I fjalim, se s'leshin rradh. E vunë re që treqereku këty folja si fjalë. Ne shkoshim vetëm për foto. Edhe vishim të fitoshim zgjedhjet, pastaj se kemi dalë foto me atë shtyllën. Më turp dhe fatkeqësisht duke ka bëu PS-ja, pra ta heqim, t'ja japim atij Çezajt. Jo më bëri përshtypje. Domethënë, në një muaj fushat Rama nuk e përmendi fare që para një viti kishte grumbulluar 40 lider këtu. Scholz, Macron, të gjithë, pada këtë spanjollin se të di mas emrat, që të gjithë, 27 vendet, si përri këtu. Se përmendi asnjëherë gjatë fushë. Imagjino ta kishte Sala. Miku jem Scholz, miku jem Macron. Po se ka ishte një nga fushatat nëse më. Mikesha ime me Leon, siguria u kishte bo. Rama ndër të shpijës. Sa bukur do ishte me sinqeritet, të kishte prit Sala. Me Leonin. Me Leonin e gjitha, miku jem, filani, I shtrenjt. Okej. Kemi një, pra, e thashë,
ka pasur një zhvendosje të boshtit tashmë drejt Shqipërisë, sepse po ta shikosh, Vučićin e kërcënuan ata, nëse do shkosh Moskë, ai e mori, po këto janë gjitha që mbahen në shënim. E ke parasysh shënime? Patjetër. Derisa vjen ty të bie rëndësia se e kuptojnë që ti je partner i pabesueshëm. Por dhe diçka doli shumë. Derisa Rama flisë sikur Ukraina si t'ia kishte lënë nëna me amanet, domethënë shiko këta ukrainasit. Doli diçka shumë e qartë aty që është nevoja e BE-s, pra siç po shikoj dhe do ndodhin shumë shpejt, është nevoja e BE-s për një, si mund të them, sepse e tham Macron mos gabon, më duket se Macron, pikrisht ata anën ekonomike që e përmendi, pra që ne jemi kaq bilion brenda kësaj dhe nëse ne do arrim të vendosim një ekonomi lëvizse brenda kësaj, jemi kryevepër. Shqipëria mund të prodhojë këtë, Rumania mund të prodhojë këtë, kjo mund të prodhojë këtë. Pra dalim përsëri tek ajo politik që unë kam thënë dhe që jam okej me Ramën, ka i teknicaliteti. Nëse e mban mend, duhet ta mbajnë mend dhe gjithë shqiptarët, se që ndodhi në Itali, nuk e di se që ndodhi para ca vitesh. Edhe urdhri BE-s një veni qeveri teknike i lanja 2 vjet me qeveri teknike ata. Po kishin kalu deficitin buxhetar. Bravo. Nani këto teknike tha. Dhe të hikesh nga kjo zhurmë, nga kjo, sepse saliizmi nuk është opozit. Nuk është fare opozit. Saliizmi nuk është opozit, domethënë gjithë botën është organizatë terroriste, nuk është opozit, se po të shikosh tani, e di çfarë ishte opozit? E di çfarë është opozit sot? Ishte për shembull që një zot thoshte Rama turp të keq që nuk foli për Palestinën. Opozit ishte që dilte dikush nga liderat e opozitës dhe thoshte pse nuk foli për Palestinën. Më kuptove? Opozit është një tjetër parti dhe thot pse ne duhet lidhemi, domethënë me Francën apo me Anglinë, kur fare mirë mund të lidhemi me Kinën dhe të prodhojmë shumë më lirë. Pse mos të marrim investimet nga Kina, po t'i marrim me nga 20 milion, sepse dhe këto që thonë për shembull një sjarim duhet bëj dhe që duhet ta bënin gjithë panelet televizive, që kjo rritja e çmimeve për kilometër ka ardhur pikërisht sepse është e pamundur që ti të marrësh investime kineze ose të marrësh investime pra Jo, këto e bën të njëri. Si? Janë sfera influenca ato. Po pra, është e pamundur. Dhe nga studimi që kam bërë për shembull në Afrikë, po e marrim që janë investime kineze, ata shkojnë me 1/10 në çmimit. Mirë, s'ke që bën, Mamaril. Jo, s'ke që i bëse. Jo, për kam fjalën opozit. Këtë po shpjegoj fjalën opozit, thot, pse ti marrim nga këta, ti marrim nga këta. Okej, prit dëgjoj të ty o vlla. Për shembull, se diam kuptoj, ose pse mos ndërtojmë dhe i gjotë tjetër atje. Po opozit, o ky tha qyryk, o ky tha budall, o ky tha kështu. Kjo nuk është opozit. Ndërkohë, në fund fare, mëse ne thu, jeni gjithë idiot që keni votuar atë, gjithë korruptum. Domethënë, kjo nuk është, kjo është kam mbledh gjithë njerëzit me problemen tron, domethënë qyryk, dhe ata që bëjnë qyryk. Pra gjithë lumin. S'ka vetëm qyryk aty. Ka dhe profesorët e qyrykut. Shikoj, di çam po përshtyr diçka. Filloi protesta, mbare protesta, mediat merreshin ç'a bëri Flamunoka, ç'a bëri Klevis Balliu. Ndërkohë, që media duhet merren ç'a ashton aty. Ti s'ke punë fare të merresh me ç'a bëni këtu bullallënsh. Bravo. E disa figura të Kjo bukura është poshtërsia e medias. Luciano Boçi tha votën nuk e fatin e shqiptarëve e vendos vota nuk e vendos samnitet. E vendos bëfa e këtyne, bota e këtyne që se kanë refen e fare. Bravo. Gjithë bashkë nuk kapi 1 milion morra. Po ban figurat e këtyre se sa vota morën, personalisht do çave ja u vodh, ja kishte vjedh dhe gruaja votat.
Nuk e di se po flisim për një deputet. Kishte votu gruaja kundër. Okej. Pra, ta kam fjalën që media, këtu është poshërsia e medias, asnjë media serioze, kur janë 47 drejtues të Europës aty, njerëz që me pasuri, GDP, ushtrit, pafundme, ti merresh me 50 idiot që kanë dalë në dhe kësaj vetëm media nuk i thuhet vetëm profesionalizëm. Do me thënë, 7 lajme janë, Kleviz Balliu, që është një idiot, i tha kështu gazetarëve, Flam Munoka ju tha kështu, Luçan Boçi ju tha kështu gazetarëve, Strazi Miri ju tha kështu gazetarëve. Po çaj e ti më ti në këtë botë të madhe ku janë 47 shefa, po këta dun Ali Lujevin, vlla. Bravo, e di qa do ishte për shumë një media kombëtare, si që ishin protest këta, kush janë liderët, është Noka, Mleshi, Preshi, qanë ata. Mikrofonin dorë, me cilë nga 27 liderët ke lona i takim? Nacionin. Kush të njef ty, që ti qëmë të fala? Në këtë do takohesh më shumë. Jo, po si normale. Nga do i morësh investimet se na thej që do ulshe taksat, do bësh këtë, do mund ti që e ke lënë Shqipërinë rrëmuj. Po me kë nga ka ke bisedu të çojmë. Me kë që t'ja çojmë mesazhin. Jo më të çojmë ty, Po të çojmë ty tash ti, t'ja dhjesim Ramës mua ty, të çojmë ty se ty doj. Me kë? Kush si e ka emrin? Mund ta ve. Jo, dhe një opozit serioze, dikush do ishte ti bën të lutje Ramës, ti vodhe bërë çfarë deshe, por një përfaqësues jon duhet jetë aty që i pret. Kjo është opozit që të fik derën. Bashkë takohemi në Bruksel, neve do shkojmë me dosje unë. Po kjo është dita e Shqipërisë. Duhet jetë një përfaqësues i imi aty, se unë përfaqësoj 34% të elektoratit. Kryevepër. Po që në qojshin, të turnojnë. S'ka një figurë të haret më. Tani, një gjë tjetër se kape media, do më thëmë për mua është më domosdoshme të vendosen ligje mbi mediat se sa sala. Më armë bërthamore janë mediat se sa saliu. Nëse media do ecin në bazë të rregullave të mediave të gjithë botës, Shqipëria krijo dhe opozit se nuk mund të dali Sali më. Se nëse do ulesh Saliu dhe do i thush do ulesh në tavolinë, do i thush domethënë si e fut në burg ti që 30% e popullsisë paguhet drita. Domethënë si e ti në burg. Ose si shkon meni aty që mund zgjedhin prapë shqiptarët, kur 30% të dritave, më fal, Shqipëria paguhet vetëm 30%. Uj nuk kishe as ujësjelsa masiven. Qa të marim, spitalet, nuk kishe ku hyshe se nglot që mren. S'kishe kërvate. Pra për gjithë këto gjëra, kurse e gjithë media, si që është marrë, për shumë qofte dhe nga vetë Rama, ti je non grada. Kuj ti intereson non grada, mërë burë? Ti nuk bo për Shqipni mo, mërë ti mund t'jesh grada sa dush, grata që që unë ato. Po ti s'po për këtë vend mo. Sepse 1, 2, 3, nga elektrisiteti, ke rrugët, ke shkollat, ke spitalet, ke banesat, ke sheshet, ke një e tjetër, do më thënë, ke qenë terrorist, ke gjithë shka, nuk është problemi se ke qalu. Një mos ke qalu, mërë ti ke rënu, nuk është se ke qalu. Qalim është kur ti puno, në dhe i gjo. E di që më bërë përshtypje tjetër këtu, përshtypje ishte që rrët 15 ditë për para, Saliun e ftuan në këtë më falë, Ramën e ftuan në Bruksel. Çka ishte një mbështetje për fitoren zgjedhjet e tij. Dhe fakti që vinë në një sëmëni të tyre, 4 ditë në basë zgjedhjeve, tregon që si do që dilnin zgjedhjet, me çfarë do marzhit i kishte Rama, ata në 2 gjëra ishin të sigurta. Që Rama fitonte, se ata e kanë agjenturën këtë më të mirë se sa shiku jonë. Ma mua nga goje, për ishte shumë bukur të thosha unë, vazhdo. Okej, e dim shumë mirë. Që zgjedhjet do ishin të rregullta, edhe këtë e din.
nuk mund shkoni në një vend korruptuar, kaq. Nuk shkon në vend korruptuar. Sepse nuk pse. Jo sot e kanë cip. Por elektorati vet i këtyre vendeve nuk, domethënë për elektoratin vet ato nuk mund shkojnë në një vend korruptuar. Pra, siç u hapën negociata dhe gjatë zgjedhjeve, ajo tregoi që po, është si thua që ti ke lënë edhe kryebashkiakun me u arrestu, kurse këta s'kan lënë dhe shpifës dhe një hajdut dhe i shkon gjithë aty protest pakut vdekshot ti të shbo gruja këshu. Hongërt kanceri. Ti këshu. I pafshilache, nëma ti kanë pa para. Dhe ti nuk mund të vish në pushtet, kur që nga polici, që nga roja, dhe ku tjetë, ti shko të shajt ka dumanin. Duman, dum u dujq. Qas si futën dumanin, ki me të... Nuk mund t'jesh opozite një kombi. As ka vaja nuk prano, po ato e kanë morë me këshu. Kanë morë me se Shkodra, dira i më vetë, Shkodra do uj. Po, nese. Amarindo, kjo është. është. Përshtypje një diçka. Pra, asyja që ato erdhen, ishte sepse dihesh që Spaku ka dorë të lirë ke Rama, i mori kryebashkiakun. Edhe për brek, për fustone, më jo për këto që ke thonë ti, inceneratore këto gjonat.